Sot që më pik të sabaut, më ngrit djali me gzim të madh, o ma, më ka rënë dhe mbi vjetër. U të keqen mami u rritet, ti do të mbi i riu, më i bukur se i pari. Ma ep mamit këtu, do ta fusim në një qes, kur vemi në Shqipëri do ta edhim mbi çati. Se ku ta edhim këtu të keqen mami? Çati ajo në sheshi atyre që jetojnë mbi ne. Jo ma, anglezi nuk e ka kështu. Si e kanë këta të keqen mami? Ne mami duhet ta vëm dhëmbin poshtë jastëkut, edhe do vi tuth feri natën, do më vër lek mua aty poshtë jastëkut. Çaure? Kush është ky tuth feri të keqen mami që dashka dorovi ty vja natën? Ky mama është si ata babagjyshat e Krishtlindjeve dhe të vitit të ri që vin pa i parë ne, edhe na lën dhuratat aty. E mori vesh mamaja kush qënë kanë këta. Po besoj se lek hekura janë të mjaftueshme dhe dhëmbi do bëhet i fortë si hekuri. Jo, jo, jo. Jo, mami, tooth fairy lë vetëm lek letër edhe lë shumë, se sa më shumë lek letër të lëra aq më i fortë bëhet dhëmbi. Ashtu, ë? Të keqen mamaja jote, apo ke dhe pak dhëm për të ndërruar ti. Ç'na bën këta anglezët me këto metoda, more, ç'na bën? Ika ore, ika sa më bërtym tani, të mbledhim lek edhe për të vënë poshtë jastëku të sardi bie dhëmbët këtia. Wow, pike zez. Ika tani.